Nga qelia para burgimit ku ndodhej prej 2 muajsh, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj i shkroi në datën 23 prill 2025 një letër emocionale senatorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Dick Durbin, një demokrat i zgjedhur në Illinois, në të cilën e përshkruante veten si një viktim të një persekutimi të ngjashëm me ato që mijëra shqiptar pësuan gjatë regjimit komunist. Kjo më kujton taktikat e vjetra komuniste në Shqipëri, kur në mënyrë të parsyeshme shënjestroi viktima dhe nxitej histeria për të dehumanizuar, ndërkohë që shënjestra mbahej e izoluar në burg pa akuza, shkroi Veliaj, duke i kërkuar Durbin që të bëjë një flamurtar i përballjes së tij me sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Letra për senatorin amerikan është pjesë e një fushate të gjerë të lobimit të Veliajt në SBA, e cila i ka kushtuar kryebashkiakut dhe vëllait të tij gati $220,000 vetëm në vitin 2025. Dokumentet e publikuara pranë njësisë së regjistrimit fara nga zyra e avokatisë kontraktuar nga Veliaj, Kasowitz LLP, prezantojnë pretendime të hiperbolizuara për një persekutim të tij nga sistemi i drejtësisë, ndërkohë që shoqërohen nga artikuj në favor të Veliajt të publikuara nga mediat në Shqipëri. Dokumentet u mëshojnë gjithashtu pretendimeve të padokumentuara se Veliaj po hetohet nga një prokuror në konflikt interesi apo që përdor ofendime ndaj tij në sallën e gjyqit. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj u arrestua në shkurt të vitit të shkuar nga prokuria e posaçme me akuzat e korrupsionit, pastrimit të parave si dhe fshehjes së pasurisë. Bashkë me Veliajn akuzohet bashortja e tij, Ajola Xoxa, ish deputeti i APS-s Klotilda Tabushka dhe 15 persona të tjerë, mes tyre biznesmen dhe bashkëpunëtor. Veliaj dhe të tjerët i kundërshtojnë akuzat e prokurorisë. Kasowitz, Benson Torres në New York dhe Miskon Derajeja në Londër janë 2 studio ligjore të kontraktuara nga Arber Veliaj, vëllai i kryebashkiakut, për të ndërmarrë një fushat të kushtueshme PR-i në mbrojtje të tij. Studioja amerikane Kasowitz Benson Torres ka depozituar së fundmi në fara aktivitetin e kryer për llogaritë të Veliajt, i cili përbëhet kryesisht nga letra dhe mesazhe drejtuar politikanëve amerikan dhe kontakteve të tjera ndërkombëtare. Përmes kompanisë së lobimit, Veliaj u kërkon atyre që të jenë zëri i tij, si dhe të kontaktojnë qeveritë e tyre, parlamentet, Komisionin Evropian si dhe organizatat e të drejtave të njerëzit për të ushtruar presion publik për lirimin e tij. Sipas dokumenteve të depozituara, Torres është paguar $220,000 dhe ka dërguar 75 emaile në adresën e 24 senatorëve dhe kongresmenëve amerikan në Departamentin e Drejtësisë si dhe Departamentin e Shtetit. Gjithashtu deklarohet të jenë bërë 11 telefonata, si dhe të jenë organizuar 5 takime. Letrat dhe mesazhet përmbajnë thuajse të njëjtat ankesa, përfshirë edhe një mori pretendimesh të padokumentuara kundër prokurorit të çështjes Ols Dado. Për shembull, në emailë dërguar senatorëve dhe kongresmenëve, Dado paraqitet si antar aktiv i partisë autoritare në opozit, Partia Demokratike. Po ashtu Veliaj ngre vazhdimisht pretendime se Dado është në konflikt interesi dhe paraqitet si ndërtues, të cilit bashkia i ka refuzuar pjesërisht kërkesën për ndryshimin e një leje ndërtimi. Në materiale nuk jepet asnjë provë për akuzat, ato thjesht listohen në letrat që u janë dërguar përfaqësuesve në SBA. Ndër të tjera në dosje përfshihen edhe riprodhime të shkrimeve në media shqiptare, ku prokurorët e SPAK akuzohen për linçim dhe u atribuohen pa prova fjalë fyese ndaj Veliajt të supozuara të thëna në sallën e gjyqit. Pjesë e dosjes së lobimit është dhe raporti i firmave Kasowitz LLP dhe Mishkon Dereja i datës 24 qershor 2025, ku e paraqet paraburgimin e Veliajt si të padrejtë dhe si një problem që duhet të shqetësojë partnerët perëndimor. Masa arrestit ndaj Veliajt është vlerësuar e drejtë në 3 shkallët e gjyqësorit në Shqipëri. Fushata ndërkombëtare e PR-it të ndërmarrë nga vetë Veliaj, përveç se çfarë është deklaruar në fara, përfshin edhe një seri artikush në mbrojtje të tij, të publikuar në media periferike ndërkombëtare dhe të ripublikuara masivisht nga mediat në Shqipëri. Vetëm në dhjetor, menjëherë para fillimit të shqyrtimit të kërkesës paraprake për gjykimin e dosjes së tij, u publikuan të paktën 3 artikuj në të cilën ngrihe shqetësimi për një proces të padrejtë ligjor ndaj kryebashkiakut. Artikujt u përkthyen dhe u ripublikuan masivisht në gjuhën shqipe. Një prej artikujve u
publikua nga Independent Policy Digest, një faqe interneti me qendër në Richmond, Virginia, e cila raportonte se arrestimi i kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe mbajtja e tij në paraburgim kishte probleme procedurale. Shkrimi për Veliaj në IPD ishte firmosur nga Christopher O'Brien, një autor pa biografi dhe pa gjurmë të tjera botimesh në internet, për të cilin përdorej një fotostoku e përdorur edhe për një mori profilesh të ngjashme. Në 4 dhjetor 2025, vetëm një ditë përpara seancës gjyqësore të Veliajt për masën e sigurisë në GKKO, një media në Bruksel e quajtur Euroreporter botoi gjithashtu një shkrim që mbështeste Veliajin dhe vinte në dyshim procesin ndaj tij. Shkrimi u publikua pa autor dhe media në fjalë tha birn se i referoi raportit të zyrave të avokatisë. Ndërkohë në 11 dhjetor, Neil Watson, i cili nënshkruan si gazetar britanik dhe që njihet kryesisht për shkrimet dhe qëndrimet në mbështetje të presidentit autoritar të Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, shkroi i shqetësuar se procesi ndaj Veliajt synonte rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Watson figuron vazhdimisht në median shtetërore në Azerbajxhan dhe në shkurt 2024, Agjencia Shtetërore e Lajmeve publikoi urimin që ai i dërgonte Aliyevit pasi ky fitoi zgjedhjet me 92% të votave me nënshkrimin i juaji besnikërisht.